Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun lavdi plot dhe dërgojmë salavat edhe selam mbi të dërguarin e tij të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, alhamdulillah, Allahu na mundsoi që të takohemi sërish, domethënë në këto mexhlise, dhe po më të arsyeshme që sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala të fillojmë domethënë gjithësisht të vazhdojmë pra me sqarimin e shenjave të mëdha të kiametit. Po pas një pauze kohore, domethënë do të fillojmë përsëri dhe do t'i sqarojmë inshallah taala kohë pas kohe kur do të na lehtësoj ai. Kemi arritur tek shenja e kiametit që ka të bëj pra me Yexhuxhet dhe Mexhuxhet, e cila po ashtu është prej shenjave të mëdha të kiametit. Dhe kemi sqaruar se shenjat e kiametit ndahen dy lloje. Kjo është më herët, domethënë para të kohë. Shenjat e vogla, alhamdulillah, kemi përfunduar dhe tash kemi arritur tek shenjat e mëdha të kiametit. Sa i përket Yexhuxhve e Mexhuxhve, domethënë para se të fillojmë me dukurinë e shenjës së kiametit, e që është kur ata e thejnë atë pengesën dhe dalin dhe fillojnë që të bëjnë fesad në tokë, para se ta përmendim këtë, është e udhës që të përmendim domethënë për prejardhjen e tyre dhe që ta përmendim se prej nga rrjedh, domethënë në aspektin gjuhësor, fjala Yexhuxh dhe Mexhuxh. Dietarët i kanë përmend disa burime të fjalës Yexhuxh o Mexhuxh, dhe të gjitha, domethënë sipas kuptimit janë të sakta. Dhe në gjuhën arabe nuk ka ndonjë pengesë që një fjalë t'i përmbledh krejt këto kuptime, domethënë. Disa kanë thonë min ejjetin nar Yexhuxhen idha iltahabat. Domethënë e ka prejardhjen Yexhuxh dhe Mexhuxh prej fjalës ejje. Ejjetin nar idha iltahabat. Domethënë kur e merr atë hovin, zjarri. Se ata çashtu të dalin si zjarri kur e merr atë hovin, domethënë ka një farë kuptimi. Disa tjerë kanë thonë min el ujaj. Prej ujaj i thojnë detit i cili është shumë i njelmët. Aq i njelmët sa që djeg, domethënë kur e provon. Dhe kjo si sinonim, domethënë, ose si metafor për atë hidhurinë e tyre, apo çast njerëz që nuk mund të bashkëjetojnë me njerëzit e tjerë. Një mendim tjetër është minel ujj. Fjala ujj domethënë shpejtësia e armikut, kur merr hov armiku, i thujnë kështu. Dhe mendimi i katërt në lidhje me prejardhjen e fjalës së tyre është min majeje mujhu, domethënë i taraben, gjuhën arabe i thujnë kur një pjesë e kap një pjesë tjetër, grumbull. Për këtë shkak, domethënë ata kur dalin aq janë shumë të numër sa që ju përngjojnë valve të detit, të cilat përplasen tek njëra tjetra. Dhe këtë domethënien e fundit, domethënë majeje mujhu, e përforcon edhe fjala e Allahut subhanahu wa taala në surën Kehf, ku thot Allahu i lartësuar: "Wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd." Dhe atë ditë ne do t'i lëmë një grup prej tyre që të përplasen te grupi tjetër. Më thonë kur të vi momenti kur do ta çajnë atë pengesën dhe dalin me hov, kështu pra e ka përshkruar Allahu subhanahu wa taala, ka thonë yamuju fi ba'd. Më thonë esencën kjo fjalë ka prej hemzës edhe xhimit në gjuhën arabe. Njësoj si kurse fjala Yexhuxh dhe Mexhuxh. Më thonë të dy fjalët këtë e kanë, i thojnë aslul kelime, dhe më thonë rënja e fjalës. Sa i përket prejardhjes së tyre, dhe më thonë shumica e dietarëve xhumhur janë se ata janë, dhe më thonë, pasardhës të Ademit dhe Havës, a.s., të të dyve. Kjo është mendimi i saktë. Shumica e dietarëve përforcojnë këtë mendim.
Mirë po një pjesë e dietarëve, kjo një pjesë e vogël e dietarëve, dhe kjo fjalë, ky mendim rrjedh më shumë për izraeliatëve, për transmetimeve të ehli kitabit, mendojnë se ata e kanë prejardhjen prej Ademit e jo prej Havas. Kështu thonë ata. Dhe kjo transmetohet për Ka'b el-Ahbarit, mirë po nuk ka ndonjë argument në Kur'an dhe Sunet kjo gjë. Do me thonë se veç prej Ademit a.s. Thonë se ka pa në ndër Ademi a.s. Sperma e tij ka rënë në tokë, edhe prej asaj Allah i ka kriju. Mirë po kjo është mendim i dobët, siç do ta përmendim, do me thonë, edhe kur do t'i randitim argumentet e Sunetit, se ky mendim është i dobët. Nuk ka ndonjë bazë në të cilën bazohet. Madje thot ky autori i këtij librit, ajo që dihet, do me thonë, tek dietarët, sidomos ata që mirën me gjenealogjinë, do me thonë, prejardhjen e fisëve dhe njerëzve, është se Yexhuxhet dhe Mexhuxhet min dhurriyeti Jafuth, janë prej dhurrijetit apo pasardhësve të Jafuthit, i cili është prej pasardhësve të Nuhit a.s. Do me thonë, para Nuhit, këto nuk kanë ekzistuar si popull. Pasi ka ardhur Nuhu a.s. është bë përmbytja prej pasardhësve, pastaj prej pasardhësve të tij ka filluar që del ky popull. Andaj edhe në kohën e Dhulkarnejnit, për shembull, siç ta përmendim, ata kanë ekzistuar, edhe se kanë pas pengesën. Kanë ekzistuar si grumbull njerëzish. Për argumenteve që e përforcojnë këtë, do me thonë se janë pasardhës edhe të Ademit edhe të Havas alayhimus salam, është hadithi të cilin e transmeton Buhariu nga Ebu Said el-Khudri radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Yaqulu Allahu Ta'ala ya Adam, thot Allahu i lartësuar, o Adem, fe yaqul li labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadayk. Ademi alayhis salam i përgjigjet dhe i thot Allahu të lartësuar, o Zot, përgjigjem dhe hajri është në dorën tënde. Yaqul akhrij ba'th an-nar, nxjerre delegacionin e zjarit. Si duket pra prej kësaj që kuptohet në shikim të parë të hadithit, kjo është në ditën e Kiametit. Allahu subhanahu wa taala do t'i thojë Ademit alayhis salam, nxjerre delegacionin e zjarit. Do ta pyes Ademi alayhis salam, wa ma ba'thu an-nar, e cilët janë këta, do të thonë zjarit? Do t'i përgjigjet Allahu i lartësuar, min kulli 1999, prej çdo 1000 vetëve 999. Do thonë kështu është hadithi. Në këtë rast, thot pejgamberi alayhis salam, i vogli do të thinjet prej sikletit të Kiametit. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Gratë që kanë qenë shtatzone do t'i nxjerrin, do me thonë, barat e tyre. Wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adhab Allahi shadid. Dhe njerëzit do t'i shohësh të dehur, mirë po ata nuk janë të dehur, po dënimi i Allahut është i rëndë. Pejgamber, sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam e pyetën: "Wa ayyuna dhalika al-wahid?" Kur e pan 1000 veta, pi 1999 këtë në xhehenem. E pyetën pejgamberin islam, po kush është ai i vetmi që do shpëtojë? Përqindje e madhe, 0.1%. Tha ebshiru, pejgamberi alayhis salam i tha, përgëzohuni. Fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj 1000. Përgëzohuni sepse për juve është një, do të thonë për juve, besimtarve dhe ata që janë ngjashëm me juve, është një. Çajnishi është për juve, mos u brengosni. 1000, ndërsa 1000 janë prej Yexhuxhve dhe Mexhuxhve. Kjo është argument se janë pasardhës të Ademit alayhis salam. Mirë po do të jenë njerëz të sherrit, njerëz të kufrit. Dhe po ashtu kjo është argument se shumohen, do me thonë do të shumohen shumë. Cilësitë e tyre. Sa i përket cilësive të tyre, ky dietar thot, ata janë të ngjajshëm cilësi, do me thonë me
me cilësit që janë përmend tek mongolët, do më thonë, kur do t'i luftojnë disa të huaj, pejgamberi alayhis salam që kena përmend më herët, do më thonë për shenjave të kiametit, cilësit që janë përmend mongolëve janë ngjashme edhe tek këta, do më thonë. Në hadithet e sakta që përmenden, këto janë cilësit. Kokat i kanë trumbullakta, sytë e vegjël, do më thonë, fytyrën si të shtypur, kështu si të drejt. Do më thonë, njësoj sikur se janë përmend edhe tek cilësitë e mongolëve. Kjo tregon se ndoshta e kanë një farlloj afërsie, sa i përket, do më thonë, prejardhjes me ata. Ibn Hajeri, rahimahullah, Ibn Hajeri, do më thonë, komentuesi i Buhariut, e ka përmend se ndahen 3 lloje. Do më thonë, disa janë shumë të mëdhej, disa pak më të vegjël edhe disa ndryshe, do më thonë 3 forma, 3 lloje. Mirë po, ky transmetim nuk ka bazë, nuk është transmetim i vërtet. Sa i përket gjatësisë, se disa janë përmend, do më thonë se janë shumë më të gjatë se sa njerëzit e zakont. Mirë po, kjo s'ka argument. Nuk ka argument. Allahu alem, do shta edhe kjo ka bazën prej transmetimeve që kanë ardhur për ehli kitabit më herët. Ka mundësi edhe kjo ta ketë bazën prej asaj. Ajo, thot ky dietar, që tregojnë argumentet e sakta, është se ata janë të fuqishëm. Kjo dihet, do më thonë. Sepse te hadithi Isaut alayhis salam përmendet se Allahu do t'i tregoj, do t'i zbres, do më thonë, se kanë dalë Yejujët dhe Mejujët, dhe do t'ju thoj që të shkojnë tek kodra Tur. Dhe kjo tregon se nuk munden t'i luftojnë. Si thuhet në hadith, nuk ka mundësi dikush t'i luftojë ata njerëz. Pse? E para numër janë të madh, do më thonë numër të madh, dhe e dyta janë të fuqishëm. Andaj Isa alayhis salam s'ka mundësi t'i luftojë. Po, si që ta përmendim, Allahu subhanahu wa taala do t'i shkatrojë. Argumentet që tregojnë për daljen e Yejujve dhe Mejujve janë të shumta. Nga Kurani famlart dhe nga hadithet e sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket argumenteve të Kuranit famlart, Allahu subhanahu wa taala i përmend surën Anbiya. Thot Allahu i lartësuar: hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Derisa thot të arrijë koha kur do të çelet pengesa e Yejujve dhe Mejujve, dhe ata do të shpërndahen në për çdo lugin. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. Dhe do të afrohet premtimi i hakut, do më thonë kiameti, dhe kjo do t'i nxi fytyrat e atyre që kanë bërë kufër, të cilët do thonë ja wejlena, qad kunna fi gafletin min hadha, mirë për neve kena qenë në gaflet, në shkujdes në lidhje me këtë, bel kunna dhalimin, dhe kemi qenë zullumqar. Në hadith tjetër, në ajet tjetër kuranor në surën Kehf, Allahu subhanahu wa taala e përmend se si ka ardhur deri tek kjo pengesë e Yejujve dhe Mejujve. Gjithsesi në fjalën kur e përmend Dhulkarnenin dhe muhabetin, do më thonë lidhje me Dhulkarnenin, historinë e tij. Thot hatta idha balagha bayna as-saddain, derisa arritin mes të 2 kodrave që janë vertikale dhe e kanë si ngushticë, do më thonë, mes 2 maleve të larta, të cilët e kanë një kales në mes. Dhe në të dy anët ka male të larta, të cilat nuk mund të kalohen, nuk mund të depërtohen. Thot wajada min dunihima qauma. Para kësaj pengesës, do më thonë, në afërsi, në ndonjë luginë aty, ishte një popull, të cilët thanë, qalu ya dhul qarnayn. Thanë o dhul qarnayn, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsidun fil ard. Janë do njerëz që ata i quajtun Ya'juj dhe Ma'juj, shkatrojnë tokë. Sa herë që kalojnë ka kjo, se ata pas kanë qenë ka ana tjetër e asaj ngushticës mes 2 maleve. Sa herë thot që vinte, ne lombojnë,
fesat madh. Më thonë prishin, shkatrojnë, luftojnë, vrasin, krejt zezat. Atëherë i thonë, fehel në gjall leke kharajan, ala en të gjall e bejnë na o bejnë hum sedda. A ka mundësi, thot, të t'japim diçka, që ta bësh një pengesë. Ato e panë fuqinë e Dhulkarnejnit dhe ushtrisë së tij, dhe e panë se ishin nivel teknologjik pak më lart se ata, andaj e lutën që t'va bëjë një pengesë në mes atyre dhe Yexhuxhve dhe Mexhuxhve. Kjo është argument edhe për ekzistimin e këtyre si popull, po edhe për atë se si ka ardhur deri tek pengesa e cila nuk i lën pra që të kalojnë dhe të bëjnë fesad. Kale ma me kënni fihi rabbi khajr, fa'inuni bikuve. Thot, ajo që më ka thonë mu Allah është ma mirë, s'kom nevojë unë për ndihmën tu, ju ka thonë Dhulkarnejni. Mirë, po ju më ndihmoni me fuqi, do me thonë me fuqi punëtore. Dhe unë dhe ta bëj inshallah një pengesë mes juve dhe atyre. Më sjellni, i thot, hekur, dhe kështu pra vazhdo në se si e ka bë pengesën. Në fund thot, në fund, masi e vendon pengesën, Dhulkarnejni ju thot, hadha rahmetum min rabbi, kjo është mëshirë nga Zoti im, do me thonë, prej mëshirës Zotit tim ma ka mundësu që ta bëj këtë, ta arri këtë mirësi, fe idha gja e wa'du rabbi gja'alehu dekka. Mirë po, kur do të vi premtimi Allahut, kur do të vi para kiametit, do ta prishin këtë. Me thonë edhe Dhulkarnejni e ka ditë këtë fakt. Pastaj Allahu thot, wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd. Me thonë në ajetin tjetër, thot dhe atë ditë kur do dalin ata, do t'i lëm që përplasen mbi njëri tjetrin, qaç prej grumbullit që do ta kenë. Kjo është sa i përket argumenteve nga Kurani famlar për ekzistencën e tyre. Sa i përket argumenteve nga sunneti, nga hadithet e sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato si thon dietarët e kanë arrit haddet tawatur, do me thonë kanë arrit që t'jenë mutawatir. Mutawatir është një grup i madh i transmetuesish të cilët e transmetojnë hadithin, apo një transmetim i cili ka arrit qaq në gradë që s'ka dyshim, do me thonë në atë transmetim, është shumë i madh. Tawatur ma'nawi, do me thonë ky lloj i tawaturit, se derexha e hadithit mutawatir që është një transmetim shumë i lartë, me thoni ka dy lloje, tawatur lafdhi dhe tawatur ma'nawi. Lafdhi është kur transmetohet nga shumë transmetues me të njëjtat fjalë, me thonë me të njëjtat fjalë. Ndërsa ma'nawi transmetohet nga shumë transmetues, do me thonë mirë po fjalët dallojnë. Ka kjo tregon diçka tjetër, kjo diçka tjetër, kjo ka më shumë informata, transmetimi tjetër ka më pak informata e kështu me radhë. Mirë po, në esencë pajtohet tek një, se do të ketë Yexhuxhu e Mexhuxhu. Me thonë do të vinë, do të dalin. Kjo është tawatur ma'nawi, kur pajtohen tek esenca e muhabetit, e fjalës, mirë po të dallojnë pastaj në disa informata. Në një transmetim ka informata shtesë plus. Për këtyre transmetimeve është ajo që transmetohet në dy sahihet, nga Ummu Habibe bint Ebi Sufjan, nga Ummu Habibe e cila është vajza e Ebu Sufjanit, radiallahu anhuma, e cila transmeton nga Zeynep bint Jahsh, nga Zeynebja radiallahu anha, e cila thot, pra gruaja e pejgamberit a.s., e cila thot, erdh një ditë pejgamberi a.s., mirë po ishte i friksuar, i trishtuar, dhe tha, la ilaha illallah, wailun lil arab min sharrin qad iktarab. La ilaha illallah, tha pejgamberi a.s., mirë për arabët nga një sherr i cili është afruar, mirë për arabët nga një sherr i cili po afrohet. Futiha al-yawm min radmi Yexhuxh wa Mexhuxh mithle hadhihi. Thot sot prej pengesës të Yexhuxhve dhe Mexhuxhve është shel çkaç. Edhe ka bërë me shenjë gishtin e madh dhe gishtin tregues. Do me thonë çkaç është shel prej pengesës mes Yexhuxhve dhe Mexhuxhve dhe njerëzve të tjerë. Atëherë thot Zeynebja, unë e pyeta,
më thonë, ka pas njerëz të mirë në atë kohë, në kohën e pejgamberit alayhis salam. Andaj i ka shku ndërmend se edhe në të ardhmen do të ketë njerëz të mirë, edhe pse është afru ky musibet. I tha ja Rasulullah, efe nuhlik wa fina salihun, a do të shkatrohemi nëse ka një pjesë njerëzve të mirë tek ne? Qale nam idha kathura al-khabath. Tha pejgamberi alayhis salam, po kur të shtohen të këqit. Kur të shtohen të këqit shumë, do të afrohet kiameti. Edhe pse Allah subhanahu wa taala do t'i shpëtoj besimtarët, nuk do ta shohën atë kiametin më të madh, mirë po kur do të shtohet shumë e keqja, do të fillojnë më ato shenjat e mëdha të kiametit. Hadith tjetër, argument tjetër është hadithi i Nawas ibn Sam'anit radiallahu anhu, në të cilin gjendet se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Idha auha Allahu ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin bi qatlihim." Thot Allahu do t'i tregoj Isaut alayhis salam se ka dalë një grup prej robërve të tij, të cilët askush nuk mund t'i luftoj. Fa harriz ibadi ila Tur, andaj shkoni në Tur. Më thonë bashkë me besimtarët që do t'jenë bashkë me ty, shkoni në Tur, në kodrën Tur. Atëherë Allahu, më thonë, do t'i lëshoj Yexhuxhet dhe Mexhuxhet. Atëherë do t'u amundsoj që ta prishin pengesën. Wa hum min kulli hadabin yansilun, të cilët do të vinë prej çdo lugine, do të thonë prej çdo rruge të mundshme do të vinë. Dhe do të arrijnë tek liçeni Tiberias. Arabisht i thonë Buhejra Taberie, do të thonë liçen Taberie i thonë. Sot ky liçen gjendet afër rrafshnaltës së Golanit në Sham, në Palestinë. Rrafshnalta e Golanit aty afër është liçeni Taberik. Më thonë prej gjuhës arabe, në perëndim nuk e di si e quajnë. Fa yashrabuna ma fiha, do të thonë liçen relativisht i madh, nuk është do të thonë shumë i vogël, nuk e di me kilometra katror si i bie, do të thonë me metra katror. Mirë po liçen subhanallah, ka ujë tombël, ujë të pishëm. Këto çash grumbull i madh që do vinë te liçeni do fillojnë të pinë pi atij ujit. Do të thonë janë prej asaj udhtimit, sa ata janë lindje, siç e ta sqarojmë më vonë, do të thonë dalin prej anës lindjes. Ndërsa kjo liçeni Taberik është në lindjen e mesme. Do të thonë në Sham, në Shamin e Sodit. E kur do të arrijnë tek liçeni të lodhur tetur, do të fillojnë të pinë për këtë ujit. Mirë po çaq numri i madh do ta shterin këtë ujë, subhanallah. Thot kur do i pari kur ka arrit ka fillu të pije, i fundit prej tyre kur do të mrihet e vendi, do thosë se pas ka pas liçen këtu. Do më thonë çaq numri i madh. Atëherë afrohen do më thonë nga Turit, tash janë afër Turit. Isa alayhis salam me besimtarët e tjerë do të bëjnë dua që Allah t'i shkatroj, sepse nuk kanë tjetër armë kundër tyre. Nuk kanë tjetër armë kundër tyre. Në rast, do me thonë, kur numri i besimtarëve është shumë i vogël, mundësia e tyre është e dobët, edhe Allah subhanahu wa taala i arsyeton nëse nuk luftojnë, siç ka ndodhur në kohën e Mekës për shembull, gjatë shpalljes, kur i ka zbrit shpallja pejgamberit alayhis salam 13 vjet në Mekë, Allahu si ka obligu besimtarët të bëjnë xhihad në Mekë. Kanë qenë numër i vogël, kanë pas mundësi të kufizuara. E njëjta gjë do të jetë në kohën e Isaut alayhis salam kundër Yexhuxhve dhe Mexhuxhve, nuk do të mund ta luftojnë, sepse mundësitë do t'i kenë të kufizuara. Andaj thot Allah subhanahu wa taala do t'ju pranoj duan e Isës alayhis salam dhe besimtarëve dhe do t'ju dërgoj atyre një parazit. Më thonë Yexhuxhve dhe Mexhuxhve do t'ju dërgoj një parazit i cili do t'i infektoj. Më thonë me një infektim vdekjeprurës, me një epidemi e cila do t'i rafshoj të gjithë, do më thonë do t'i rrëzoj të gjithë për toke. Pastaj qatë shumë, do më thonë, numri i madh i Yexhuxh Mexhuxhve, xhenazet e tyre e kanë mbulu tokën qatë vend, do më thonë, ku Allahu ka deshë që ata të vdesin,
fillojnë që t'u kalbet trupi, era e keqe, shtu me radhë, atëherë besimtarët do të bëjnë dua që Allah ta largojë, domethënë këtë prej tyre. Atëherë Allah subhanahu wa taala do t'i dërgojë disa shpezë të mëdha, të cilët do t'i marrin trupat e tyre dhe do t'i hudhin aty ku don Allah subhanahu wa taala. Në një transmetim tjetër, domethënë, përmendet se derisa atje ku do t'i hudhin ato, domethënë, në atë vendin ku në tokë, ku do qoftë, e gërsirat do të trashen duke i ngrënë, domethënë, trupat e tyre, qatë shumë që do të kese prej tyre. Po ashtu për argumenteve nga suneti, domethënë për Yexhuxhet dhe Mexhuxhet si shenjë kiameti, është hadithi Hudhaife ibn Usaidit radiallahu anhu, i cili i rëndit shenjat e kiametit dhe në mesin e tyre wa Yexhuxhu wa Mexhuxh, më thonë kjo dhe Yexhuxhet dhe Mexhuxhet. Edhe kjo është për argumenteve, më thonë, për këtë shenjë prej shenjave të kiametit. Po ashtu për argumenteve është hadithi që e transmeton Tirmidhiu nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, dhe Tirmidhiu thotë se është hadith hasan. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një pjesë të hadithit, do të thonë hadithi është i gjatë, po pjesa e cila e argumenton gjendjen e këtyre thot: "Wa yakhrujuna lin-nas", dhe vjen koha kur do të dalin Yexhuxhet dhe Mexhuxhet tek njerëzit. Thot: "Wa yafirru an-nas minhum", njerëzit do të ikin prej tyre, do të thonë trishtuar do të ikin katë kenë mundësi prej tyre. Thot: "Do ta pinë krejt ujin e pishëm që do ta gjejnë gjatë rrugës", sa që e përmendën pra edhe punën e liçenit. Thot: "Edhe me ato armët e tyre shigjetat, çka kanë domethënë dispozicion me armët me të cilat godasin", thot: "Pasi që do t'i vrasin krejt që i kanë tokë, domethënë me shigjeta, atëherë do t'i drejtojnë shigjetat ka qielli. Më thonë, çka shohën prej shpezëve, çka të fluturoje ka qielli, do t'i drejtojnë shigjetat ka qielli. Dhe Allahu si sprov për ato, domethënë, do t'ju lëshoje gjak prej qielli. Edhe ato do të thonë: "I mbitëm këtë tokës, tash i pas më mbit edhe këtë banorët e qiellit." Thot, pasi që i shkatron Allah subhanahu wa taala, thot: "Walladhi nafsi Muhammedin biyadihi", pasha atë në dorën e të cilit është shpirti i Muhamedit alayhis salam, "Inna ad-dawab al-ard la tasmin", thot, e gërsirat e tokës do të trashen, "min luhumihim", prej domethënë prej mishit të tyre. Tash, me thonë pak më detajisht do të përmendim lidhje me pengesën apo sed që i thonë gjuhën arabe, pengesën e Yexhuxhve dhe Mexhuxhve. E përmendëm më herët pra se ai i cili e ka ndërtuar pengesën e Yexhuxhve dhe Mexhuxhve është Dhul-Karnaini. Sa i përket pozicionit ku është në tokë, nuk dihet saktësisht pozicioni i kësaj pengese. Ajo që dihet është se janë male shumë të larta, të pakalueshme prej njeriut. Dhe në mes këtyre ka një rrugic, ngushtic, të cilën Dhul-Karnaini va ka pengu. Dhe do të thonë rreth e rreth mund të jetë hapësirë e madhe, Allahu alem. Rreth e rreth do të thonë është e mbështjellur me male. Dhe ka ndoshta aty e druna, Allah alem çka ka, kryesorja është e mbështjell vendi me male. Dhe këta nuk din, nuk orientohen për dalë për këtij vendit. Përveç se nëpërmjet çasaj pengesës, çasaj rrugës që e kanë ditë, dhe të cilën mundohen për ditë ta prishin. Me thonë, kjo është që përmendet rreth kësaj në argumentet e sakta. Mirë po, plus kësaj është edhe ana, do me thonë ka cila anë gjenden, është el mashrik, apo anja e lindjes. Argument për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa taala në surën Kehf, kur fol për Dhul-Karnainin, hatta idha balaga matli ash-shams, derisa arriti thot
në lindjen në vendin ku lind dielli. Më thonë në anën lindore të tokës, në lindje. Ka ecë në drejtimin ku lind dielli. Thot ky dietar, janë munduar disa mbretër të muslimanëve, do të thonë disa udhëheqës të muslimanëve, që ta gjejnë vendin që ta gjejnë vendin e këtyre, do të thonë saktësisht, ta gjejnë vendin se ku janë Yexhuxhët dhe Mexhuxhët saktësisht. Prej tyre thot është nipi Harun Rashidit, rahimehullah, apo Harun ibn Muhammed el-Mu'tasim ibn Harun el-Rashid, nipi i Harun Rashidit, i cili e ka dërguar një ekspedit ushtarake special vetëm për të mundu të gjejnë këtë pengesë. Dhe thuhet se me një vend e kanë gjetë si një derë të madhe të hekur të çuditshme, do të thonë si pengesë, në mes dy kodrave, dhe pas kësaj, do të thonë, kishin do si ndërtesa ku banonin, do të thonë si ndërtimet banimit, kurse kodrat rreth kësaj, do të thonë malet si duken kanë qenë male prej shkëmbive, nuk kish mundësi të kapërcehet. Me thonë përshkrimi pak i përshtatet përshkrimit të Kuranit për vendin e këtyre. Thot, këtë tregim e ka përmend Ibn Kathirin tefsir. Mirë po thot nuk ka transmetim. E ka përmend shtu si tregim pa transmetim. Më thonë, Allahu alem ki transmetim se në aspektin e saktësisht sa është si shtat. Po ka mundësi tjetër, ka mundësi tjetër i saktë dhe ato kanë shku e kanë gjetë dhe një vend në gjajshëm. Më thonë, asgjë nuk na garanton se mua jo është vendi i atyre. Mirë po ajo që dihet geografikisht, dihet se Azia është kontinenti më i madh. Më thonë. E para, e dyta, në Azi, apo në lindje, që i themi në lindja, është, më thonë, vargu i maleve të quajtur Himalaje, malet më të larta në botë. Më thonë, tereni o i përshtatshëm. Tereni o i përshtatshëm. Po kur donë Allah subhanahu wa taala, ja hup njerit rrugën edhe që aty. Më thonë, donë Allah subhanahu wa taala që Yexhuxhët dhe Mexhuxhët halasët e kësaj dite të jetojnë sin kohën kur va ka vu pengesën, edhe donë Allah që mos ta gjejnë udhën. Madje si që ta përmendim hadithin, që atë pjesën që ata e gërmojnë e prishin, Allahu gjatë natës va mshel, sepse Allah nuk ka ardhë koha. Dhe më thonë, ka dhe mrekulli në atë pengesën mes tyre edhe njerëzve. Kështu ka deshtë Allah subhanahu wa taala. Dhe kur donë Allah subhanahu wa taala me një rreth shkurt njerit ja hup udhën. Mirë po mbas numrit të madh që këta e kanë, bëhet e ditur se është një teren i madh, territor i madh. Mirë po ku ne njerëzit tjerë që jemi jashtë pengesët nuk e kena zbulu ende. Më thonë nuk e dim ku është ende. Ajo që dihet, thot është se është në mes dy kodrave. Argument për këtë është hatta idha belegha bejne seddein. Do më thonë fjallë Allah subhanahu wa taala derisa arriti në një ngushticë mes dy maleve të mëdhaja. Sejt Kutubi, rahimehullah, në tefsirin e tij e përmendën se i kanë gjetë, do më thonë e kanë gjetë një pengesë ngjashme në afërsi të Medinës Tirmidh. Më thonë prej ku edhe ka prej ardhen Tirmidhiu. E cila pengesë është njohur si Babul Hadid, dera e hekurt. Dera e hekurt. Qad marra bihi, të cilën e ka pa, do më thonë në shekullin e 15, sipas kalendarit Gregorian, perëndimor, do më thonë, e ka pa një shkencëtar gjerman, po thotë Sejt Kutubi, do më thonë. Dhe e ka shkruajtur në një libër të tij. Po ashtu thot ka përmend
këtë të njëjtën e ka përmend historiani spanjoll. Këtu në gjuhën arabe i thon klafigju këtij spanjollit. Më thon nuk e di unë si është shqiptimi të spanjoll, si e shqiptojnë, më thon ky historian e pas ka përmend një vend dera e hekurt, e ka përmend në librin e tij, më thon. Sejt Kutubi thot mund t'jese, jo mund të mos t'jese, Allahu alem. Në më thonë ka mundësi që t'jetë, ka mundësi që të mos t'jetë, nuk kena dhe një argument. Kryesorja e pas kanë pa një vend të ngjashëm. Po ashtu thot ky dietar, tash vazhdon ky autori i këtij libri, thot neve nuk na intereson një gjë e tillë. Ajo që e di më është se edhe nëse e gjejmë pengesën, as ne nuk kemi shanca të vaprishim atyre, as ato neve derisa të caktoj Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo për Allahun është e lehtë. Disa të tjerë, do me thonë, i kanë përmend do gjëra, do me thonë, do komentime, do tevilate në lidhje me Yexhuxhet dhe Mexhuxhet, jo, këto janë ky popull, ai popull, kjo është gabim. Me thonë, këto ne që i njohim këto njerëz tash nuk janë ata.